Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend, teksa ditën e sotme ka nisur procesi në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj ish-kryeministit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamarbër Maltezi, sa i përket procesit të privatizimit të Ish Sport Klub Partizanit. Por cila do të jetë ecuria e kësaj përballje të Berishës me drejtsinë? Për të folur më shumë për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Idajet Beqiri. Zoti Beqiri, përshëndetje. Përshëndetje edhe faleminderit për ftesën. Zoti Beqiri, ditën e sotme ka nisur procesi në GKKO ndaj Jamarbër Maltezit dhe ish-kryeministit Sali Berisha mbi procesin e privatizimit të Ish Sport Klub Partizani, ku vetë Maltezi ka cilësuar procesin si një gjuhët i shtrigash, ndërsa në një reagim të tij të mëvonshëm, Berisha ka cilësuar si një proces të montuar politikisht dhe që dirigjohet nga kryeministri Edi Rama. Ju vetë si e lexoni këtë proces i cili rikthehet sërish në vëmendjen e opinionit publik? Procesi faktikisht sot nisi ashtu siç është parashikuar, domethënë me gjetjen e shkaqeve, që nuk janë shkaqe, por janë sebepe për të shtyrë gjykimin e çështjes edhe për ta zvarritur këtë proces si mjeti i vetëm që i ka ngelur në dorë faktikisht të pandeurve Sali Berisha, Jamarbër Maltezi edhe të grupit tjetër që janë bashkangjitur në këtë procedim penal. E them këtë gjë sepse sikurse keni dëgjuar dhe ju, Berisha nuk kishte marrë gjoja njoftim. Njoftimi i kishte vajtur dhëndrit, po dhëndrit s'kishte patur mundësi t'ia tregonte edhe bjerrit. Edhe është një justifikim banal, thoshja unë. Sikurse nga ana tjetër, gjithë Shqipëria dhe shqiptarët e dinin sot se të gjitha mediat e kanë dhënë datën dhe orën e gjykimit të çështjes kundër Sali Berishës e të tjerëve të datën 30 sot në orën 10. Ndërsa vetëm Saliu nuk e kishte marrë vesh, domethënë që pas ka gjykin sot në datën 30. Por pati disa domethënë problematika ky gjykim i sotëm që nisi. Kuptohet, këto janë domethënë artificie që rregullohen faktikisht, se tashmë ai do marrë njoftime dhe është i detyruar në seancën tjetër që u caktuar do të shkojë në gjykim. Por e rëndësishme për sot ishte fakti që gjyqtarja kryesuese, pra ajo që është relatoria e çështjes, konsiderohet si kryetare e seancës gjyqësore, ajo sot kërkoi që të japi dorëheqjen, domethënë gjykimi i kësaj çështje. E vlerësoi si një akt profesional, si një akt qytetërus, dhe që ajo faktikisht veproi mirë me këtë gjë që bëri. Se realisht ka konflikt të ashpër dhe të rënd interesi në këtë çështje. Dhe ajo nuk është e paanshme gjykimin e kësaj çështje. Sado që të mundohet e të bëhet, pleksen interesat e saj, familjes saj, njerëzve të afërt të saj, me pandeurin kryesor, që është ish-kryeministri Sali Berisha, përjedhoi ajo duhet ta bënte një veprim të tillë që të jepte dorëheqje. Tani dorëheqjen e saj në dorë ka kryetari, domethënë një gjyqtar që do të caktohet atje për të vendosur heqjen e saj. Në rast se do të ndodhi ai fenomen që nuk e dëshirojmë faktikisht, nuk e dëshirojmë për shkak të asaj që duam që të jetë një proces i rregullt ligjor, të jetë një proces që të mos lërë asnjë lloj shije që ka anësi në gjykimin e kësaj çështje. Pra, gjyqtari që do të shqyrtojë çështjen në rastin konkret për pranimin e dorëheqjes saj, dhe në rastin konkret ai është kryetari i gjykatës atje, do të bëj mirë që të mos bëj teorira që jo ka konflikt interesi, jo nuk ka, jo është në rrethin e pjesëtarëve të afërt të familjes vetë, personi që apo gjykon apo nuk është, jo është larg edhe ligji nuk e thot drejt për drejt në një situatë tillë që ajo asaj mund t'i pranojë dorëheqja e tjera. Pra, sa të bëj teorizime të tilla duhet ta pranoj sepse lehtëson veten e tij në radh parë
e bën të paanshëm këtë gjykim çështje dhe largon nga ana tjetër atë dyshim të arsyeshëm që shqiptarët krijuan kur e mori në dorë procesin edhe si relatore zonja Ulliri, që thanë që se shedhur short, po gjyqtari Bani ja ka dhënë asaj të porositur me gjithë dy gjyqtarët e tjerë të cilët janë të krahut Banit dhe kjo treshe është dyshim të fakt për gjykimin e kësaj çështje. Ky është perceptimi i publikut, po në fakt edhe ne që i njohim ata gjyqtarë kemi një lloj perceptimi të tillë, jemi profesionistë dhe jemi brenda asaj gjykate në procese të ndryshme që gjykojmë dhe i njohim ata. Pra ai me njerë duhet ta pranoj dorëheqje dhe ta hedhë në short me qëllim që ta marrin në dorë një gjyqtar tjetër që nuk ka probleme të kësaj natyre siç ka Ulliri në këtë çështje. Tashmë unë dëgjova sot edhe deklaratën e Jamarbër Maltezit, dëgjova edhe deklaratat e Sali Berishës, por domosdo ata janë të pandehur dhe i pandehuri në një proces penal ai do të mbrohet dhe mbrojtjen din vet ata si e zgjedhin. Në rastin konkret patjetër do thonë që është një proces politik i montuar që po ma bën Rama e tjera me radhë. Por në realitet është një proces thellësisht juridik, SPAK ka bërë një punë tepër të lavdërueshme dhe që SPAK bëri një punë tepër të lavdërueshme me hetimin e kompleksit Partizani. Këtë e treguan faktikisht edhe filtrat që kaloi puna e SPAK. Kaloi filtrin e gjykatës së shkallës parë për masën e sigurimit, pastaj kaloi filtrin e gjykatës së apelit për masën e sigurimit, kaloi filtrin e gjykatës lartë për masat e sigurimit, që dha të dy këtyre personave, dhe kaloi klasën, domethënë mirë, pra u lan fuqi vendimet dhe u konsideruan të drejta masat e sigurimit që u dhanë. Por nga ana tjetër kaloi klasën edhe në seancën e gjyqtarit paraprak, i cili hodhi poshtë kërkesat për pavlefshmëri aktesh edhe për papërdorshmëri aktesh të pretenduara nga dy të pandehurit dhe avokatët e tyre, duke thënë që s'ka pavlefshmëri aktesh, nuk ka papërdorshmëri dhe e kaloi çështjen për gjykim. Pra, nuk e ktheu për plotësime timesh, nuk e pushoi që të thoshte që janë pafajshëm, po e kaloi çështjen për gjykim. Kështu që në këtë aspekt tani do kemi një përballje Sali Berishës, Jamarbër Maltezit dhe të pandehurve të tjerë me provat që ka dosja brenda me aktet e të tjera. Tani Jamarbër Maltezi, kuptohet, ai pretendoi që është pronar, domethënë i atij trualli atje. Mirë po Shqipëria dhe shqiptarët dhe aktet flasin të kundërtën, nuk është pronar. Ai ka qenë pronar para 100 vjetësh si thot vet, por është shpronsuar dhe ka shpronsuar shteti italian, i cili e mori atë tokë, e bleu sa frengu pulën këtyre paraardhësve të Jamarbër Maltezit për ta bërë, domethënë fush aviacioni dhe e bëri, dhe kur ra Italia fashiste, të gjitha ato prona që kishte marrë Italia fashiste e kishte blerë në Shqipëri, ato i kaluan shtetit shqiptar edhe në formën e reparacionit të pronar kompleksit Partizani, ishte shteti shqiptar, nuk ishte Jamarbër Maltezi. E dyta, edhe sikur të ishte pronar real Jamarbër Maltezi dhe të qëndronte pretendimi i tij, kur në kurrës nuk duhet delte një vendim i Këshillit të Ministrave, siç doli nominativ vetëm për atë që t'i kthehet kompleksi Partizani dhe që ta privatizoi ai kompleksin Partizani, e privatizoi me çmime qesharake faktikisht, miliona euro i humbur shtetit shqiptar se e mori thuaj falas me letra, por edhe aty atë shumë të vogël, domethënë që ishte 1/100 e vlerës reale, edhe atë 1/100 ai nuk e pagoi. S'pagoi asnjë lek, domethënë e privatizoi pa lek fare. Por edhe sikur pra tash ta kishte pronë, nuk jepet kurrë e kurrës një pasuri që përdoret për interes publik. Spitalet, stadiumet, komplekset e klubeve sportive e të tjera, këto shkollat mund të jetë pronarve, por ata kompensohen, nuk u kthehet kurrë vlera e tyre, sepse quhen pasuri që përdoren për interes publik dhe ai nuk duhet i kthehesh kurrë e kurrës. Ju kthye vetëm atij dhe me vendim qeverie, domethënë na vjerri vet për dhëndrin e vet, dhe ai pastaj me 123 metër katror truall
që ka faktikisht e ka fituar atje, se ka qesh pjesa e tij, ai në atë 123 metro katror, përveç milionave të privatizimit kompleksit Partizani, siguroi këtu 6 milion euro fitim. Çka do të thotë një korrupsion i hapur, një korrupsion me të vërtet i lartë shtetëror, sepse u bë nga një ish kryeministër për interesat e familjes së tij dhe përjedhoi tashmë ata akuzohen edhe për korrupsion pasiv, edhe për pastrim të parave të pista, pra parave që rrjedhin nga një krim dhe për mos deklarim të ardhurave, përjedhoi. Janë provuar se janë vende sekuestro mbi pasuritë e tyre, janë provuar që burimin e të ardhurave për t'i blerë ato pasuri kur si kanë patur, po si kanë siguruar, dhe në këtë aspekt po kemi një gjyq, vlerësoj unë të drejtet bazuar në ligj dhe ata do marrin dënimin e merituar për krim që kanë bërë. Zoti Beqiri, Jamarbrëll Maltezi deklaroi para mediave se SPAK nuk guxon ta thras Edi Ramën për dëshmitar, edhe pse ai së bashku me avokatët e tij kanë kërkuar që Edi Rama të paraqitet në SPAK si dëshmitar për këtë çështje, duke qenë se ai ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës në kohën e privatizimit të e-sport klub Partizanit. Po problemi është që dëshirat mund të jenë për çdo gjë. Jamarbrëll Maltezi mase kërkon që të vijë dëshmitar edhe Donald Trumpin në gjyqin e tij, se edhe ai mase ka një lloj dienie për shpallje non grata të Sali Berishës dhe gjithë familjes tija, edhe që mund të ketë edhe atje ndonjë të dhënë, domethënë, që mundet t'i shërbej këtij gjykimi sipas vlerësimit të Jamarbrëll Maltezit. Por gjyqi ka rregullat e veta, procesi hetimor ka rregullat e veta procedurale, në rast se ti pretendon se ka dieni dikush dhe organi i akuzës ta ka hedhur poshtë të pretendim sepse nuk gjen asnjë lloj lidhje qoftë direkte, qoftë indirekte të dëshmisë së njërit apo tjetrit me procedimin tënd penal, që nuk lidhet me asnjë lloj prove e të tjera, ata nuk e thërresin. Plas gjithmonë për SPAK. Prova tani i paraqesin dy palët. Në seancën e parë që do bëhet, se sot nuk u zhvillua dot seanca, por në seancën e parë që do zhvillohet, e quhet e para ajo, që do të vijë pasardhësia, të dyja palët, si organi i akuzës, SPAK-u, edhe të pandeurit kanë të drejtë i paraqesin gjykatës prova. Dhe prokuroria do t'i paraqesi provat e veta. Avokatët dhe të pandeurit do t'i paraqesin provat e veta. Në provat e veta që do i paraqesin edhe Jamarbrëll Maltezi, këtë kërkesë që ja ka hedhur poshtë SPAK dhe nuk e ka thirrur Edi Ramën si dëshmitar, ai ka të drejtën t'ia paraqesë gjykatës. Dhe t'i thotë gjykatës, ka lidhje, domethënë dëshmia e tij, sepse lidhet me këtë fakt, me këtë fakt, me këtë fakt, dhe ne vlerësojmë që ai duhet të jetë dëshmitar. Gjykata do t'i vlerësoj gjitha, do t'i dëgjoj dhe pastaj mbasi ta shikoj çështjen edhe vet, ajo vendos cilat provat prokurorit duhet pranoj dhe duhet i marrë në shqyrtim, cilat duhet i refuzoj, dhe cilat provat të pandeurve duhet i marrë në shqyrtim dhe cilat prej tyre duhet i refuzoj. Dhe mbi atë bazë do eci procesi. Palët pastaj, nëse nuk pajtohen me vendim të gjykatës shkallës parë, janë gjykatat e tjera, gjykatë e apelit, gjykatë e lartë dhe vazhdon deri në Strasburg. Po a duhet ta thrasë SPAK Edi Ramën sa i përket kësaj çështje, duke qenë se ka qenë kryetar i Bashkisë Tiranës, apo kjo siç thatë ju do të mbetet vetëm sa i përket vendimit? Po s'ka lidhje, nuk ka. Po jo, po ata po ti ish për thirrur da thriste SPAK. SPAK nuk e ka thirrur se s'ka para asnjë lloj lidhje të kësaj çështje me çfarë mundet të dëshmoj Edi Rama. Nuk e kanë vlerësuar ata, derisa nuk e kanë vlerësuar, se kanë marrë si provë. Dhe derisa ja kanë refuzuar kërkesën, nëse e ka bërë, se nuk e di me ka bërë, se ka bërë Jamarbrëll Maltezi apo avokatët e tij këtë kërkesë gjatë fazës së hetimit, në rast se e kanë bërë. Ja kemi kërkuar SPAK-ut, apo nuk guxon t'ja bëj, nuk guxon ta bëj. Po pikërisht SPAK e ka hedhur poshtë dhe ka vlerësuar që nuk është e drejtë kjo kërkesë. E ka hedhur poshtë
patjetër me vendim e ka hedhur poshtë. Seanca e gjyqtarit paraprak, kur ka kaluar çështjen për gjyq, e ka patur konsiderat për fakt se patjetër duhet ta kenë ngritur këta edhe në gjykatën e seancës paraprake, para gjyqtares së seancës paraprake. Fakti që dhe atje nuk e shmarë në konsiderat, po çështja kaloi në gjykim dhe kjo kërkesë atyre u është rrëzuar, ata kanë drejtën tani ta paraqesin prap në gjykatën e shkallës parë që po bën gjykimin. Dhe ajo gjykat do vendosi me vendim, do t'ua pranoj që thirret ai dëshmitar apo nuk do t'ua pranoj. Kjo është procedura ligjore dhe kjo do të ndiqet. Si mendoni, pse Berisha nuk është paraqitur sot në seancë dhe përkundër arsyeve që ka paraqitur vetë, a mendoni se është ajo frika e përhershme që është shoqëruar dhe si akuzë politike që Berisha e ka fobi për balljen me drejtsinë? Nuk është thjesht dhe vetëm fobin. Këtu në rastin konkret, nëse më parë ai e shtirur dhe nuk vinte, vje fjala më skandalozja ka qenë vrasja e Zemajdarit, kur ai dëshmia e tij ishte shumë e rëndësishme në atë proces, edhe në prokurori, se kishte dieni direkte, madje akuzoi drejt për drejt që kishte nxjerrë në prit Zemajdarin për ta vrarë. Edhe kishte mjaft prova e faktit që tregoni që ai ishte, domethënë, jekse ai e nxori në prit Zemajdarin. Dhe ai pikërisht atëherë domethënë u shmang, por nuk u thirr atëherë si pandeur, u thirr si dëshmitar. Dhe 23 herë u thirr, 23 herë refuzoi. Por në rastin konkret, domethënë tani sot nuk jemi në atë situatë që ai thirret si dëshmitar. Ai është i pandeur dhe ai si të vej, si të mos vej në gjyq, procesi gjyqësor zhvillohet edhe në mungesën e tij, edhe në praninë e avokatëve. Mund të mos vjen dhe avokatët e tija, por ka norma ligjore, kodi procedurës penale thotë, caktojnë edhe avokat kryesisht dhe procesi do vazhdoj kundër tij. Kështu që në këtë aspekt, domethënë nuk i shmanget dot, por ai artificie, pra gjëra të natyrës artificiale, zvarritjet procesit me raporte mjekësore të vetë ai, domethënë duke marrë vetë ai, apo duke marrë raporte mjekësore avokatët, apo duke nxjerr pretendime të tjera avokatët që janë gjykime të tjera e tjera me radhë, të natyrës tillë do ketë plot dhe ai rrugën e vetme tani që i ka ngelur është që ta zvarrisi sa më shumë procesin, edhe duke zvarritur sa më shumë të mendoj që mund të përfitojë nga një gjë, domethënë vetëm që procesi po vazhdon gjatë edhe domethënë të harrohet sipas vlerësimit edhe mendjes tia, apo edhe Perëndia të bëjt vetën, domethënë. Kështu që në këtë aspekt nuk ka rrugë tjetër, kjo i ka ngelur atija, vetëm që zvarritja e procesit. Po jo e do këtë edhe për interes, domethënë, për interes tia. Cili është interesi tij? Interesi tij është që ai do me çdo kusht se gjallë atë në këtë jetë nuk e mbajnë mend ashti kontributet, nuk e mbajnë me aftësitë, nuk e mbajnë me ata gjallë tani e mbajnë vetëm të ketë një mikrofon, të ketë mikrofonat tuaja të mediave e tjera, edhe që të thotë jam i rëndësishëm, unë nuk kam vdekur akoma, e të flasit, bëj konferenca shtypi e tjera. Po i hoqe mikrofonat ati në goja, po i mos t'i veshte, mos t'a konsiderosh me si lider të opozitës e tjera, të nesër me asaj ditë e vdes. Kështu që ai do mikrofonin sa më gjatë, duke qenë shefi i opozitës. Edhe kështu ai konsiderohet shefi i opozitës dhe del më shpesh në televizione e të tjera dhe do ta mbaj gjatë ai këtë proces, pa e përfunduar me këto që u thashun juve, me këto vjegjat që do gjejnë edhe avokatët e tij. Po gjithsesi çdo gjë ka një afat, ka një kod procedure penale i cili ka normëzuar gjërat edhe që i thot gjykatës shkallës parë që brenda 9 muajve duhet ta mbarosh procesin gjyqësor në shkallë të parë dhe të japësh vendimin dhe pastaj shkallët e tjera të gjykimit bëjnë të vetën. Avokat, çfarë po ndodh me dosjen e Gërdecit dhe 21 janarit dhe pse drejtësia e re nuk u mor pikërisht me këto dy dosje të nxehta kundrejt Berishës, por u përqendrua tek një dosje, po themi,
me një rëndësi shumë më të vogël se sa këto dy tjera, siç është ajo e privatizimit të Sport Klub Partizanit? Problemi është që dosja e Gërdecit ishte në proces, edhe ishte në gjykim, madje edhe është në gjykim, sepse kemi ministrin e mbrojtjes që po gjykohet për këtë çështje. Fraksioni i saj është veçuar për ata që janë vrasës të cilësuar të 26 personave plus edhe 2 të tjerëve më pas, i bën 28 vrarë atje dhe atyre 300 viktimave tjera të plagosur që kanë ngelur invalid. Është veçuar, po edhe atje vazhdon hetimi. Është i lidhur faktikisht edhe me këtë procedim të Fatmir Mediut, që t'jepet një zgjidhje kësaj, se kjo dosje pastaj do t'i bashkangjitet atij aneksi tjetër që është krijuar. Në fakt mund të jetë më shpejt si procedim penal ajo e hetimit që ka në duar Spaku për atë pjesën e dytë të dosjes, sepse kjo që po gjykohet Fatmir Mediu nuk e ka në dorë Spaku këtë, po e ka në dorë gjykata e shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, dhe pra kjo çështje është në proces dhe nuk mund ta anashkalosh, është në gjyq. Ndërsa për sa i përket 21 janarit, ju jeni, domethënë dijeni që kompleksi Partizani, pra kjo aferë ishte drejt përfundimit, në kohën që ende nuk djej fati i dosjes 21 janarit, se ishte për shkyrtim në gjykatën e lartë. Dhe kur çështja shkoi për gjykim në gjykatën e lartë, pra mbi ankimin ton, dhe kolegji penal vendosi që ta kthej dhe ta urdhëroi Spaku që ta regjistroi procedimin penal të 21 janarit, kompleksi Partizani thuaj se kishte mbaruar, edhe vetëm do komunikoheshin akuzat, edhe do çohesh çështja në gjyq. Kështu që domethënë jo se është ndjekur ai lloj radhe, por vetë procesi hetimor ka ardhur i tillë, sepse afatet janë afate, veprimet janë veprime, edhe për 21 janarin, për Gërdecin, edhe për 20 kallëzime të tjera penale, të cilat ka filluar procedimi penal, dhe këtu kam parasysh bie fjala vrasjet e 4 vëllezërve Haklaj, që akuzohet Sali Berisha si urdhëruesi, frymëzuesi i këtyre vrasjeve, ose vrasja e 2 vëllezërve të tjerë kushërinj të parë të këtyre Haklajve, të Cen Haklaj edhe Sokol Haklaj, dhe të babai i tyre Elez Haklaj, është i procedim tjetër penal që ka nisur për Sali Berishën edhe grupin e tjetër të organizuar kriminal të tij, apo edhe për një ser aferash tjera, duke filluar me vjedhjen e Floririt e tjera, janë në proces dhe ato po janë duke u hetuar dhe një nga një do të shkojnë për gjykim. Kurse kemën e mbarë, domethënë Saliu do ta ketë me këtë proces i qelloi fati që të jetë kompleksi Partizani si çështja e parë që do të gjykohet. Ndërkohë, disa ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv sipas të cilit Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin masa shtesë dhe do të vendosin sanksione ndaj atyre liderëve në rajonin e Ballkanit Perëndimor apo zyrtarëve të lartë apo dhe politikanë të tjerë, të cilët minojnë demokracinë, të cilët dalin kundër sanksioneve të vendosura më parë, siç janë non gratat, apo që ndërmarrin veprime kundrejt interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ju si e lexoni këtë urdhër dhe çfarë do të thotë kjo për vetë Shqipërinë dhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe a është një interes i shtuar i Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë që të rrisë funksionimin e demokracisë në këtë vend? Por urdhri faktikisht për shpallje non grata të disa personave në Ballkanin Perëndimor, pra urdhri i parë është dhënë në vitin 2001. Edhe këtë urdhër të parë e ka nënshkruar ish presidenti George Bush. Dhe pastaj kjo në 2001-shi çdo vit përsëritet. Dhe përsëritja është o siç ka qenë 2001-shin, ose me shtesa, ose dhe me
shtesa force, domethënë të gjerave më të forta nga që ishin ato të parashikuara në vitin 2001 dhe kjo ka vazhduar deri në vitin 2025. Në 26 qershor të këtij viti mbushesh një vit nga dita që presidenti Trump pra kishte dhënë këtë urdhër. Dhe në këtë urdhër përfshihet edhe familja e Berishës, e gjitha familja, sigurisht e përfshihen edhe njerëz të tjerë nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Bosnia Hercegovina, pra edhe nga vende tjera të rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë kanë specifikuar pse e kanë vendosur e pse e kanë marrë këtë urdhër dhe pse e kanë shpallur non grata Sali Berishën dhe familjen e tij të gjithën, sepse kanë thënë për minim të demokracisë, për afera të rënda korrupsionit të nivelit lartë, pra me përmasa të mëdha, edhe për minim të sistemit gjyqësor, për ndërhyrje deri në shkallën sa e ka shkatëruar sistemi gjyqësor në Shqipëri, edhe për interes të familjes të tij dhe të grupit kriminal që ka vepruar faktikisht dhe ende vepron pranë tij. Kështu që në këtë aspekt, në 26 qershor të këtij viti, Donald Trump e shtoi dhe për një vit këtë urdhër, e çoi deri në 26 qershor të vitit 2026. Dhe nga ana tjetër ka paralajmëruar forcim të disa sanksioneve, domethënë që ka marrë, por dhe forcim të tyre. Me forcim do të shikojmë se çfarë natyre do të jenë ato. Po unë jam i bindur për një gjë, sepse ky urdhër në radhë të parë, domethënë ka mbrojtjen e interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, këto janë dhënë se kanë cënuar rend këto dy gjëra: interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë dhënë edhe ndaj Berishës apo edhe disa të tjerëve në Maqedoni, siç u thash, apo në Bosnjë Hercegovinë e tjera, për individ të caktuar, po si familje nuk ka bërë vaki të jepet për gjithë familjen. Kjo ka ndodhur vetëm me familjen e Berishës, madje do thosh jam në gjithë botën. Kur janë dhënë këto non gratat, jo si familje, domethënë gjithë pjesëtarët e familjes. Janë dhënë për shembull për ata që ka qenë president, ka qenë kryeministër apo një ministër i caktuar, po jo për gruan, për vajzën, për djalin, për dhëndrin e të tjera. Pra kjo është e veçantë dhe këtu del rrezikshmëria tepër e theksuar e Sali Berishës dhe që sa rend ka shkelur ai në kallot e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë në raportet me Al-Qaedën, qoftë në raportet me Bin Ladenin, qoftë në raportet me Hamasin e tjera me radhë. Pra janë çështje që janë trajtuar ose duhen trajtuar më thellë. Por në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sa duket tani, kur shikojnë që kanë filluar procedimet penale në vendet ku kanë ndodhur krime të ndryshme të këtyre personave që ajo i ka shpallur non grata, tashmë ajo, me sa duket, e ka parë të arsyeshme që edhe një pjesë të provave të saj që nuk i ndihmë ne, ajo mund ta ndihmojë drejtësinë shqiptare dhe që t'i sjelli ato. Në këtë aspekt unë e shikoj këtë çështje aq më shumë kur shqiptarët këtu një pjesë e tyre, kuptohet, manipuluar, ata menduan se do t'i hiqej non grata Berishës, sepse Laçivitës me të vërtet kontrata që 6 milion dollar, por de facto ai ishte 20 milion dollar mori Laçivita që të bënte lobim edhe t'ja hiqte non gratën Berishës, por jo vetëm nuk ja hoqi dot, po përkundër ja rëndoi më shumë pozitën atij, se tashmë edhe veprimet e Laçivitës po shikojmë me dyshim atje, qoftë për kontratën që ka lidhur, domethënë këtu në Shqipëri, mënyrën si e ka lidhur dhe FBI-a ka filluar hetimet për këtë çështje atje, sikurse edhe SPAK-u jon ka filluar hetimet, por që edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar tashmë që t'ja çojë SPAK materialin që na u gjetën këto 6 milion dollar që u quan për lobim nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, i cili firmosi kontratën me atë shoqërinë lobuese atje në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës për Partinë Demokratike, sepse fondi që kishte Partia Demokratike në Bankën e Shqipërisë dhe në gjitha bankat e Shqipërisë ishte vetëm $300.000, kurse ata lobimin e bën me $6 milion. Ku jetën këto? Kështu që është një problem që do hetohet. Duke qenë se në këto urdhër parashikohet edhe masa ose sanksione ndaj atyre personave që sfidojnë non gratat e shpallura, në këtë rast a ka marrë fund një herë mirë dëshira e Berishës ose përpjekjet e tij për të hequr non gratën, duke qenë se pagoi rreth $6 milion, të paktën sa dihet zyrtarisht, për të hequr non gratën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër ky urdhër, pra kjo zgjatje e emergjencës kombëtare, siç është quajtur me një vit nga ana e presidentit amerikan, a do t'i jap më shumë zemër SPAK-ut dhe a do ta furnizoj, po themi në thonjza, SBA me dosje sa i përket vendosjes së raporteve mes institucioneve të hetimit, qoftë atyre në Shqipëri, por edhe në SBA? Problemi është që ai tashmë, Berisha ka patur të qartë që kur je zhdhen non grata, sepse ai nuk është njeri që nuk e njeh shtetin, edhe nuk e njeh ligjin ndërkombëtar dhe nuk e njeh çdo të thotë non grata për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që të jepet non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet minimumi të vendosin 16 institucione të ndryshme, të cilat fillojnë nga shërbimi i fshehtësia, nga FBI-ja, nga Ministria e Drejtësisë e tjera me radhë. Pra janë shumë agjenci ligjzbatuese, të cilat përgatisin dosjen dhe pastaj kur i vete presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i miraton, por që ta çmiratoj duhen përsëri këto 16 institucione të bëhen bashkë edhe të jenë unanime që duhet hequr për arsyet madhore që ato mund ta vlerësojnë. Kështu që Berisha e dinte një praktikë të tillë dhe e dinte që kurrë në kurrës nuk bëj fjalë që ati të hiqej non grata. Mirë po, ai lobimin e donte më shumë sa për sy e faqe për t'i hedhur hi syve disa shqiptarëve të paformuar këtu, për t'u vjedhur votën në 11 maj, me qëllim që thoshe që mua, domethënë me këtë lobim, derisa më vjen ky që ka bërë fushatën elektorale të Trumpit, edhe është mbështetja ime, edhe ky në thonjza prurin pushtet Trumpin, përjedhoi do mbjeri dhe mua, e tjera me radhë, të tëra këto nuk pinuj faktikisht, edhe ai ishte, domethënë, e bëri një pagesë të tillë thjesht dhe vetëm për këtë gjë. Mirë po 11 maj tregoi të kundërtën. Në rast se në vitin 2021 Partia Demokratike, domethënë, diferencën me partinë që është në pushtet sot e kishin për 60.000, 70.000 vota, nuk erdhën dot atëherë në pushtet, kur Berisha nuk ishte non grata me gjithë familje, edhe kur nuk ishte ndodhur ajo luftë civile që këta bën brenda vetes tyre që shkallmon dynjan atje me vare, me qyskira, edhe me luftë kush e ka vulën e tjera me radhë, pra nuk ishin këto dhe ishin 60.000 vota më pak. Kurse në 11 maj, Shqipëria dhe shqiptarët e ndëshkuan jashtëzakonisht rënd personalisht Sali Berishën, se janë mbi 300.000 vota më pak se viti 2021 të fituara nga Partia Demokratike. Kështu që për Shqipërinë edhe shqiptarët, politikisht në 11 maj berishizmi vdiq. Tashmë në pikpamjen ligjore jemi të bindur që kjo është, domethënë, një lloj ngroje për strukturat ligjzbatuese të Shqipërisë, posaçërisht për SPAK. Nga ana tjetër SPAK i ka dyert e hapura tashmë edhe për të kërkuar më shumë bashkëpunim edhe ndihmë, posaçërisht nga FBI-ja, e cila për hir të vërtetës me ardhjen pushtet të Donald Trump pati një lloj zbeje, edhe nuk ishte ajo prani që ishte më parë në dyert e SPAK. Zoti Beqiri, dhe i pyetja e fundit, pak ditë më parë Donald Trump deklaroi se
Serbia tentoi që të hynte në luftë me Kosovën, por ai e ndaloi një gjë të tillë duke i bërë qartë Beogradit se nuk do të zhvillonte marrëdhënie tregtare me të, dhe në këtë mënyrë gjithçka u la në mes. Ndërkohë nuk ishte qartë nëse bëhej fjalë për sulmin në Banjsk apo kishte një skenar tjetër që Serbia kishte përgatitur kundrejt Kosovës. Ju si e keni parë të deklaratë të Donald Trump ku shumë kush mendonte se ai do të tërhiqej sa i përket interesave amerikane në Ballkan dhe konkretisht në Kosovë, ndërkohë po shohim një interes shumë herë më të madh të Amerikës kundrejt po themi konkretisht Kosovës në këtë rast, ku vetë Donald Trump ka ndërhyrë për të parandaluar një luftë siç e cilësoi ai. Pra, në këtë rast Kosova është më e mbrojtur tashmë me administratën Trump, apo kjo është thjesht një retorike e tij politike? Problemi është që Kosova është shtet i pavarur, është republikë, domethënë më vete, po njihet ndërkombëtarisht thuajse nga gjithë organizata e Kombeve të Bashkuara, shumë pak vende ka ngelur që nuk e kanë njohur, dhe kjo falë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. S'duam ta pranojmë, shteti i pavarur i Kosovës është rrjedhojë e politikës amerikane, e qëndrimit amerikan, e ndërhyrjes amerikane nëpërmjet NATO-s mbi Serbinë, duke i treguar vendin dhe duke i thënë hiqu nga Kosova dhe s'kemë vend aty. Kështu që në këtë aspekt, gjithë ajo sakrificë e madhe që bëri faktikisht, që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe posaçërisht NATO, dhe ajo fitore e NATO-s, e cila konsiderohet si lufta e parë që ka bërë NATO në gjithë botën dhe që ka fituar, pra luftën e parë që ka fituar NATO, ka qenë lufta që bëri kundër Serbisë për çlirimin e Kosovës. Kështu që në këtë aspekt nuk vjet në diskutim me shteti i Kosovës. Ai është shtet dhe kurrë Serbia nuk shkel me aty dhe nuk ka më punë me këtë shtet. Ky është realiteti. E dyta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa kombëtare të vetat në Kosovë. Aty është Bondzvilli, është baza ushtarake amerikane më e fuqishme që ka në Ballkane, në këtë Ballkanin perëndimor. Kështu që ata edhe në ky aspekt janë aty dhe do të qëndrojnë kohë aty. Por por nga ana tjetër, përpjekjet e Serbisë, ato insinuatat e tyre, provokimet e tyre, sidomos në veriun e Kosovës e tjera, kanë qenë vazhdimisht edhe janë për të legjitimuar gjoja atë që Kosova do të ngjelet pjesë e jona dhe ne, domethënë e kemi pjesën tonë Kosovë dhe nuk e lëshojmë kollaj. Në një kohë që janë të bindur që se marrin dot kurrën e urrës me. Deklaratat e Donald Trump janë edhe në kuadrin e asaj që një lloj deliri ka këtu në këtë mes. Domethënë ai tani po lufton për çmimin Nobel për paqen. Edhe duke luftuar për çmimin Nobel për paqen, ai do që të marrë merita edhe në Kosovë, se po ndalon aty një luftë, por që faktikisht as diskutohet, domethënë që mund të bëhet një luftë Serbi, edhe që të synoj përsëri Serbia Kosovën, sepse kjo do të ishte një zjarr për gjithë Ballkanin dhe pastaj nuk do t'i diej më se çdo të ndodhte me Serbinë, do ishte Serbia me aty ku është, apo do ikte prapë në inauguralet na ka ardhur. Pra nuk diskutohet një gjë e tillë me, por nga ana tjetër Trump ashtu po bën edhe për luftën që bëri Izraeli me Iranin, apo edhe ndërhyrje që bëri vet atje dhe pastaj ndërhyri për armë pushimin dhe po merr merita atje, mbase të merituara. Sigur se do marri merita edhe për atë të Ruandës, se marrëveshja atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bë për paqen, atje që u vendos në Ruandë dhe të tjera. Kështu që në këtë kuadër e vlerësoj se një deklaratë, domethënë
politike, si një deklaratë e cila më shumë ka brenda një lloj dhënie vetes të një supremacie të Donald Trumpit, se sa një rrezik real në veriun e Kosovës apo për gjithë Kosovën ndaj në raport me Serbinë. Zoti Beqiri, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Unë ju falenderoj juve edhe ju uroj gjithë mirat. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.